Në shkollën fillore Mahmut Lekić në Tuzë kanë nisur punimet për renovimin e bibliotekës së shkollës, një hap i rëndësishëm në përmirësimin e kushteve për nxënësit dhe stafin arsimor. Ky investim synon krijimin e një ambienti më të përshtatshëm, më funksional dhe më tërheqës për lexim dhe mësim, duke i dhënë librit vendin që meriton në jetën shkollore. Lidhur me këto punime dhe donacionin e realizuar, u shpreh drejtori i shkollës Luigjë Detvukaj, i cili theksoi rëndësinë e mbështetjes për institucionet arsimore dhe ndikimin pozitiv që ky projekt do të ketë tek nxënësit. Ai foli gjithashtu mëngjersisht edhe për donacionin e klimatizimit, përkatësisht të vendosjen e pajisjeve të kondicionimit të ajrit, që është realizuar në paralelen e shpërndarë në Milesh, duke cilësuar këtë investim si shumë të nevojshëm për krijimin e kushteve më të mira dhe më komode për zhvillimin e procesit mësimor gjatë gjithë vitit. Fillimisht themi se shkolla jonë, po jo vetëm shkolla jonë, kanë nevojë gjithëherë të bëhen përmirësime dhe ndryshime, pasi që mirëmbajtja është një prej rëndësive të mëdha ku përkushtohemi të gjithë drejtorët, udhëheqësat të institucioneve që të mirëmbahet ashtu siç duhet, por edhe që të renovohen me gjëra të reja dhe të ecim spakut me kohën. Ne kemi si drejtora dhe takohemi bisedojmë për çështje të ndryshme dhe në shoqërinë tonë këtu në Tuzë, pra në Malsi, dhe në një bisedë me drejtorin e kopshtit David Juan, që erdhi deri tek bisedë spontane dhe me Viktor Nikprelaj që të vazhdojmë, si më thonë, të ofrojmë mundësi të reja për të shprehur edhe dëshira të reja për renovime e kështu me radhë të donacioneve. Ndërto kishte ideja e donacionit pra projektit të bibliotekës së shkollës, ku me iniciativen e tyre, Viktor ishte ai ndërlidhësi, Vaso Nikprelaj u shpreh i gatshëm që të ndihmoj këtë projekt, ta realizojmë këtë projekt të cilin e kemi pas nisur më herët, por për shkak të mungesës së fondeve nuk u realizua dhe tani u gjet një zgjidhje nga bashkëvendasi ynë Vasi Xhekxhonit. Rëndësia e projektit ka rëndësi shumë të madhe për nxënës arsimtar, por edhe për të tjerë, pasi që qytetit i mungon biblioteka dhe ne si shkollë mund të them tani në mungesën e bibliotekës Radosav Savlumović që ka qenë këtu më herët, komuna e Tuzit nuk ka ndonjë bibliotekë, por që ka bibliotekat e shkollave, kanë edhe institucionet e tjera fetare siç është xhamia apo kisha bibliotekat e veta, por të themi bibliotekë qytetit nuk kemi. Kështu që ne kemi edhe donacione të marrën më herët nga biblioteka Radosav Savlumović, pasi që kemi librat që nuk janë vetëm për nxënës, por do të formojmë edhe kendin e arsimtarëve. Pra, jo vetëm arsimtarë, po mund të jenë edhe qytetarë të tjerë, kështu që do të shohim edhe si do të veprojmë këtë drejtim në të ardhmen. Kështu që rëndësia ka rëndësi shumë të madhe, jo vetëm për lexim, po edhe për ndjesi dhe motivacion për lexim. Themi kështu në ambientin e estetikës dhe pamjes, komoditetit, që është një motivacion i rëndësishëm. Përveç librave kemi parapar dhe pjesën e librave audio, ku kemi laptop dhe tani na mungon që të pajisim me kufje për ta dëgjuar, themi lexuar librin, dëgjuar dhe lexuar njëkohësisht. Kështu që mendoni se kjo hapësirë do të ndikojë në motivimin e nxënësve të rikthehen librit? Patjetër, mendoj se po, duhet të përshtasim pak edhe kushtet dhe kështu më radhë mësimdhënësit të motivojnë nxënësit përmes edhe projekte të tjera, siç janë formimit të seksioneve të librit e të tjera mënyra për të ardhur deri tek leximi konkret i librit apo dëgjimi i tij. Ky donacion i zotit Nikprelaj përfshin vetëm pjesën e invertarit, do të thotë raftave, siç i themi, polisave, pra rafta i mbajtëseve të librave, komplet ashtu siç është parapar me projekt nga zonja Sinishtaj, Nura Sinishtaj, kështu që ne kemi parapar vetëm investimin e inventarit, do të thotë pa pjesën, një pjesë, pasi që pjesa e karrikave dhe bankave për nxënës se ka financuar Ministria e Arsimit. Sot është duke u montuar, do të thotë komplet inventari për libra, kështu që presim pastaj të vijojnë dhe renditja e librave, cilët i kemi, dhe bëhet regjistrimi sipas standardeve të cilët janë jo vetëm në nivel të malit të zi, por KOBIS në nivel të botëror. Kështu që ne falenderojmë donatorin, i cili
na ka dhënë këtë ndihmë të madhe për ne, për nxënës dhe për gjithë komunitetin tonë. Kjo lidhje e tij, ky donacion i tij tregon lidhjen e fortë për vendlindjen dhe dashurinë ndaj vendit të vet që ndihmon nga New Yorku ku jeton edhe atje. Kështu që falenderojmë donatorin për këtë. Para disa javëve kemi pas edhe një donacion tjetër, të cilin në paralelin e Mileshit, pra në shkollën e Milesh janë instaluar klimat inverter, 6 copë, 5 në klasa, 5 klasa dhe një në salë të arsimtarë aty ku rrinë arsimtarët. Ky donacion vjen poashtu nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, nga Kalifornia, nga bashkëvendasit tanë nga Mileshi të cilët jetojnë atje, në krye me Enver Gjokaj, pra Verin Gjokaj, i cili shprehu dëshirë që ai së bashkut me bashkëvendas të japin këtë kontribut dhe të ndihmojnë paralelen në Milesh. Edhe kjo tregon një lidhje, një dashuri për vendin që nuk e harrojnë, por kohë pas kohe të japin kontribut, pasi që dim se kanë investuar edhe më herët për dyshemeje, për lyrje të hapësirat e brendshme kështu më radhë. Tani në kushtet ku jetojmë ne në këtë kohë verës, do të thotë në kohën kur kanë qenë temperaturat e larta, kemi pas mungesë të freskisë, pra dhe këtu kemi zgjidhur një problem ku ndikon shumë në komoditetin, në mësimin, pasi që ambientet, kushtet e temperaturës janë shumë normale në kohë në sodit që jenë në nivel, dhe për nxemjet gjatë dimrit, nëse ka nevojë, nëse janë ditët e ftofta, i ndihmon, pasi që kemi nxemjen me pelet, kështu që i ndihmon nëse është diçka ndonjë ditë e ftohtë, po tani nuk kemi edhe dita të ftofta kështu. Sa të rëndësishme janë këto projekte dhe mbështetja e diasporës për shkollën? Patjetër, janë shumë të rëndësishme. Ne do të thëmë kështu disa e çmojnë se janë të obliguar shteti që të investojë, sigurisht se shteti është i obliguar. Gjitha ato investimet që bëjnë nuk janë të mjaftueshme për të siguruar gjitha kushtet, ne do të donim, po do të donim të kemi kushtet sikur i kanë në perëndim, disa dhe i kemi, por jo të gjitha, pasi që shkollat janë lënë mbrapa në viteve, thëmë dekadave të fundit, tani janë kthyer pak më mirë dhe e kanë marrë mesazhin e mirë dhe e kuptojnë se dhe donatorët nga jashtë, bashkëvendasit tanë, e shohin si diçka të mirë ndihmën e institucioneve të cilat janë edhe të komunës, po edhe të shtetit, kështu që çdo ndihmë e tyre ne na jep mundësi më të mirë për të mësuar dhe për të bërë më të mirë në avancimin e diturisë dijes që marrim nga mësimdhënësit. Dhe nëse ka ndonjë tjetër plan apo projekt që pritet të fillojë në të ardhmen? Ne kemi edhe plane të tjera, siç është rrethimi i shkollës, po aty do të shohim rregullimi i oborrit pjesa midis gjimnazit dhe fillores, e kopshtit, do të shohim bashkëpunimin me komunën, presim që ata të investojnë këtë pjesë, pa patur nevojë që ne të luftojmë edhe me mjetet tona apo me donacione më të vogla. Kështu që çdo angazhim që bëhet për institucionet tona këtu, janë të gjitha tonat, pavarësisht a vjen e mëson dikush apo nuk e mëson në këtë shkollë, apo në atë kopsht, apo në kështu më radhë. Kështu që tani për tani, këto janë ato të cilat kemi para parë. Kemi edhe prej CEDIS-it një donacion të cilin do të realizojmë së shpejti, është instalimi i një pjesë të lagjes, vaditjes bimëve, një pjesë tjetër. Aty kemi paraparë që të instalojmë një hapjen e ublës apo të kyçemi në ublën në Kojshi këtu te Kofshi, por do të shohim se si do ta realizojmë edhe atë pjesë me ndihmën e KUJ. Ndërkaq zëvendës drejtoresha e UTA Kalaj foli mbi rolin dhe peshën që ka biblioteka dhe libri në zhvillimin intelektual e kulturor të fëmijëve, duke cilësuar këtë renovim si një investim të drejtë për drejtë në të ardhmen e tyre. U theksua gjithashtu edhe rëndësia e leximit që në moshë të hershme, pasi libri ndihmon në pasurimin e fjalorit, zhvillon imagjinatën, rrit përqendrimin dhe nxit mendimin kritik tek fëmijët. Një bibliotekë e rregulluar dhe e pasur me tituj të ndryshëm shërben jo vetëm si hapësirë mësimore, por edhe si vend frymëzimi ku nxënësit krijojnë lidhjen e tyre të parë të qëndrueshme me dijen dhe kulturën e leximit. Atëherë, siç e shihni edhe ju vetë, jemi në prag të renovimit të bibliotekës së shkollës. Një projekt i mirë menduar kohë më parë, por në kufizim të
financave, të cilat janë të domosdoshme për të realizuar një gjë të tillë, jemi ngadalësuar pak për realizimin e saj. Tani me ndihmën e atletarëve tanë, konkretisht zotit Vaso Nikprelaj, për krahjen e Ministrisë së Arsimit arritëm që të vendosim hapat e parë në renovim e sipër të saj. Sa kohë është paraparë që të zgjasin punimet? Përderisa posedojmë financat, tani vetëm varet prej sipërmarrësve se sa do të zgjasin ato. Po sa rëndësishme është për nxënësit që të kenë një ambient të sigurt, një hapësirë ku ata të lexojnë? Po, për nxënësit është një ndër rëndësitë më të mëdha, për vetë faktin që këtu kemi të bëjmë me gjeneratat të cilat ne duhet t'i mësojmë për të mësuar. Gjeneratat të cilat duhet t'i nxisim për të mësuarit interaktiv. Gjeneratat të cilat ne duhet t'i stimulojmë dhe t'i bëjmë punëtor për të ardhmen. Mundësimi i një hapësire në të cilën ata do të gjejnë një qetësi, mundësimi i një hapësire në të cilën ata do mund të strehohen për të lexuar dhe për të zgjedhur librat e dëshiruar, normalisht që do t'i japin edhe rezultate në zhvillimin e tyre psikolingvistik. Ne shumë mirë e dim dhe jemi dëshmitar të një realiteti që po kalojmë me gjeneratat alfa, që janë këto gjenerata pikërisht që po i përcjellim tani, ku mungesa e komunikimit është një ndër problematikat kryesore. Në që kuptim mendoj, çdo gjë është duke na zaventsuar teknologjia dhe tani për ta sfiduar paksa atë teknologji dhe për të avancuar të menduarit aktiv, zhvillimin psikolingvistik, na duhet me do e mos të krijojmë standarde dhe nëpërmjet të tyre të zhvillojmë, t'u japim një mundësi nxënësve tanë për t'u zhvilluar. Përveç zhvillimit psikologjik, ky hap është i rëndësishëm edhe për zhvillimin fizik, kontaktin me tjerët, socializimin, çdo libër që do të merret në dorë dhe çdo rresh që do të lexohet, ne shumë mirë e dim dhe shkenca vërteton atë që ka një ndikim shumë të madh në lidhjen sinaptike të neuroneve, ka një ndikim shumë të madh në rritjen e dopaminit si një hormon i kënaqësisë, një ulje e kortizolit, atij hormonit të stresit dhe një ambient ku ne do t'ja ofrojmë të gjitha kushtet, qoftë nga ana vizuale, qoftë nga ajo ngrosia që jep pranishmëria e librit, nevet me këtë rast e formojmë një lexues të rregullt të ardhshëm. Mendoj se kjo është një nga ato rëndësi që posedon renovimi i kësaj biblioteke. Përse biblioteka shkollës pikrisht? Për vetë faktin që në shkollë llogaritet ai djepi i leximit, fal lexuesve që do të porollojmë ne si shkollë fillore, pritet që nesër pas nesër të jenë edhe lexues në të ardhmen, në mungesën e posedimit të një biblioteke të qytetit, të cilën edhe e kishim më parë, por e cila nuk frekuentohen nga lexues, ne kemi ra në një konstatim të tillë që le të bëjmë çmos për të ofruar mundësitë sa më në një standard sa më të madh për nxënësit që kemi tani, në mënyrë që në një të ardhme, kurdo që të vinë koha që qyteti ynë, komuna jonë ta kenë një bibliotekë qyteti, nxënësit tanë të jenë ata të partë si gjenerata që do ta frekuentojnë ata. Çfarë konkretisht përfshin ky projekt? Ky projekt përfshin përveç asaj pjesës renovimit inventarit komplet që kemi të bëjmë me rregullimin e polisave ku vendosen librat,
Tryezës së pritjes, pastaj tryezës së Romullak, të cilën e planifikojmë për promovime të ndryshme të aktiviteteve, që të them unë, ka shumë gjëra që mund të zhvillohen brenda hapësirave të kësaj biblioteke e që mund të kenë lidhje normalisht me librin, me kulturën, me avancimin e gjuhës që kemi goxha mjaft me prioritet dhe zhvillimin normalisht ndërkulturor në komunën e Tuzit. Gjithni me fokus drejt asaj që zhvillimi dhe kultivimi i librit të lexuarit përmes atyre mureve që japin vetëm ngrohtësi, siç është biblioteka, neve në një të ardhme do të kemi lexues të rregullt, lexues të rritur, të cilët thjesht nuk do të komunikojnë vetëm nëpërmjet atyre memeve që janë mësuar tashmë, siç thohet, po kalojmë gradualisht në hieroglife, por do të zhvillojmë linguen tonë, ta quaj gjuhën tonë që të shprehem kështu më mirë dhe do të jenë komunikues të rregullt, njohës të gjuhës dhe në çdo sektor që do të marrin dhe kudo që të orientohen në çfarë do profilit, komunikimin ta shohin si një element çelës për arritjet e tyre. Po sa lexojnë fëmijët dhe të rinj sot sipas jush? Duke ju referuar teknologjisë informative, inteligjencës artificiale, gjitha këtyre ta them dritareve të vogla që japin informacion të shpejt, fëmijët tanë janë gjithnjë më pak duke lexuar. Fëmijët tanë janë bë konsumues të informacionit dhe jo mendimtar, gjë që të dhuron libri. Fëmijët tanë janë bë, si thohet, pasiv në marrjen e informacionit, sepse me një klik apo me një shkrim gishtash, ta quaj ashtu, arrin deri tek informacioni, ndërkohë që gjeneratat e mëparshme është dashur të shfletojnë libra për të arritur deri tek ai. Kjo është goxha mjaft alarmante për vetë faktin që thash edhe më parë. Jemi gjithni edhe në mungesë të një farë komunikimit të mirëfillt që presim nga gjenerata që tashmë mund të konsiderohen edhe të pjekura. Neve si shkollë, neve si mësues, duhet dasht pa dasht të aprovojmë dhe ta mirëpresim edhe leximin digjital. Këtë kemi menduar edhe në bibliotekën tonë, që krahas librave që pak a shumë numërojmë rreth 11.000 kopjeve, kemi menduar që të implementojmë edhe audio leximin, të implementojmë edhe të lexuarit digjital nëpërmjet variantit PDF-ve, aplikacioneve të ndryshme, në mënyrë që krahas atyre fletave të shfletuara, si më atraktive të ua bëjmë nxënësve shfletimin, si thohet, me një lëvizje të gishtit. Njëjta gjë pak a shumë siç ndodh edhe me librin, por libri jep një ngrohtësi më të madhe. Kështu që sa mendoni se do të ketë ndikim një ambient që do të ketë si biblioteka, që në të ardhmen do të ketë kushte të plota për t'i motivuar nxënësit apo për t'i kthyer tek libri dhe leximi? E thash edhe më parë që një ambient i këndshëm në të cilin lexohet dhe një ambient i qetë, i ndritur, tek njeriu ngacmon dhe ngjit një hormon të njohur serotonina. Kemi të bëjmë me atë hormonin e qetësisë, me atë dashurinë për të qenë pranë dikujt të dashur në një ambient të qetë. Atëherë, kemi pranë vetes një libër që dikur, të them historikisht, e nifnim si shok.
në një qetësi dhe në një ambient të bukur, kjo dasht pa dasht reagon dhe ndikon tek nxënësi. Sa më i vogël dhe sa më herë që të fillohet leximi, aq më shumë do të rritet dëshira për të lexuar. Ne jemi dëshmitar të leximeve të domosdoshme që i kemi pas dikur si lektyra shkollore, por që gradualisht na kanë shtyr drejt asaj që të bëhemi lexues të cilë dëshirojnë dhe kënaqen gjatë leximit. Edhe sot nxënësit tanë kanë plan programin e parapare lidhur me leximin e lektyrave të caktuara, por interesimi është dukshëm më i vogël se çka qenë më parë. Kështu që neve duhet me çdo kusht të përshtatemi kërkesave të tyre, duke i pranuar ata si një gjenerat e re që ka kërkesa tjera dhe duke e ruajt me shumë kujdes rëndësinë e atij libri që do të vendoset në zyrtar. Dhe për fund, nëse keni ndonjë thirrje për gjithë nxënësit që t'i kthehen leximit. Thirrja ime nuk është aq e dedikuar nxënësve sa është e dedikuar prindërve dhe mësimdhansve. Neve duhet të bëjmë çmos që ata t'i stimulojmë për të lexuar. Nëse unë sot jam një lexuese e rregullt, jam fal një mësueseje që ka nxit në mua dëshirën e të lexuarit. Konkretisht Maria Junçaj, një person i mrekullueshëm për mua dhe fal cilës kam filluar të lexoj dhe ta dua librin. Ne i kemi qenë gjenerat të cilës jashtë thanë le librin bën ndonjë punë, se ke kohë për libra. Do më thanë vin nga ajo frymë e formimit. Por krahas asaj, diçka më e fortë tek unë ndikimit të mësuesit dhe imazhit të tij, më ka shtyrë që të bëhem një lexuese e rregullt. Tani, sot që vetdia është shumë më madhe tek prindrit, sot që prindrit japin çmos për formimin e tyre, u bëj thirrje që spaku ta caktojnë në 24 orëshin e tyre, ta caktojnë një orar, spaku të lexohet një faqe. Nga një faqe e lexuar, brenda vitit bëhen 360 e sa faqe. Kjo vetëm do të ndikojë në zhvillimin psikologjik të tyre, në zhvillimin lingvistik të tyre. Fëmia do të krijojnë empati, fëmia do të arrijnë me konceptua botën ndryshe dhe jo vetëm nëpërmjet dritares së teknologjisë. Andaj, neve si shkollë, pa përkrahjen e prindërve, pa influencën e tyre dhe shtyrjen e tyre, që sa ti kemi këta fëmijë minoren, sa ti kemi këta fëmijë në fazën më senzitive të zhvillimit të tyre psikofizik, të bëjmë çmos që t'i zhvillojmë dhe t'i përgatisim për jetë, sepse jeta nuk i pret shtruar, por ka për t'u dasht punë për të arritur qëllimet e veta. Dhe siç thash edhe më parë, qëllimet, çfarë do qofshin, cili do qoftë profesioni i tyne i ardhshëm që do ta bëjnë, leximi është një ndër elementet kryesor që do t'i identifikojnë si njerëz, si person, si njerëz të rritur të cilët kanë një të menduar aktiv dhe jo pasiv, ashtu siç na bën teknologjia dhe ky konzumimi që thash më parë i teknologjisë dhe inteligjencës artificiale.